إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Të gjitha falëndërimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut të madhëruar. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut të madhëruar që të na mbrojë nga sherrri i nefseve tona dhe sherrri i punëve të këqija. Këndë udhëzon Allahu nuk ka kush ta devijoj, dhe këndë devijon Allahu nuk ka kush ta udhëzoj. Dëshmoj se Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me vlerat kuranore, të cilat na mësojnë se si ti ndërtojmë raportet me njerëzit të tjerë. Sot është tema e 7. Domethënë xhumaja e 7 me radhë që flasim për këto vlera kuranore në marrëdhëniet ndërnjerëzore, pra si të ndërtojmë marrëdhëniet tona me njerëzit në përgjithësi. Vlera e 7 quhet bamirësia në sjellje, el ihsan. Nga fjala bamirësi në gjuhën shqipe zakonisht kuptohet humanizmi, ndihmat humanitare. Nuk është kjo për qëllim. Bamirësi është edhe humanizmi, por nuk është veç humanizmi bamirësi. Edhe pse fjalori në gjuhën shqipe na jep vetëm çat kuptim. Do me thonë, kur themi me çka merresh me bamirësi, do me thonë me ndihma humanitare. Po bamirësia si fjalë, do me thonë që arabisht quhet ihsan, do me thonë me bë diçka në mënyrën më të mirë të mundshme. E që këtë bamirësi, që këtë lloj bamirësi, Allahu e ka urdhënuar në gjithçka. Në raportin tënd me Zotin dush me qenë bamirës. Në raportin tënd me vetveten dush me qenë bamirës. Në raportin tënd me njerëzit dush me qenë bamirës dhe në raportin tënd me kafshët dush me qenë bamirës. Prandaj është një prej haditheve më të njohura të fesë islame, Inna Allaha katabal ihsana ala kulli shay. Allahu e ka bë obligim që këtë bamirësinë, pra me bë gjërat në mënyrën më të mirë të mundshme për çdo gjë. Ka thonë, kur të vritni, bëjeni në mënyrën më të mirë, kur të therrni, hadithi është, kur të therrni, bëjeni në mënyrën më të mirë, pra bëhu bamirës edhe kur të therrësh hajvanin, kurbanin kur e pe. Dhe le ta sprehë çdo njeri prej jush thikën dhe le ta rehatoj kurbanin, thotë pejgamberi. Se ti edhe kur të therrësh, a ka diçka më shumë që mundesh mi bë dikujt se sa, do të thonë, me ja marr jetën? Nuk ka. Mirëm edhe çata kur ta bësh, do të thonë, kur thotë Allahu kur vritni, demek kur shariati vret me drejtësi, jo që me vrau për qef, ajo nuk nën kuptohet. Pra kur vjen puna për me vrau, ta zon vrasësin. Dikush ka vrau, me shariat çka bëhet ai që ka vrau? Vritet. Ama jo me aqit shpirtin kapak. Jo, nuk lejohet. Thot Allah, pejgamberi sa thot, kur të vritni, bëjeni këtë në mënyrën më të mirë dhe kur të therrni, pra kafshën, bëjeni këtë në mënyrën më të mirë. Pra u desh ka me pas që këtë ihsan, që këtë bamirësi në çdo gjë. Në raport me Zotin është grada më e lartë e imanit. Prandaj quhet bamirësi. Do të thënë imani në mënyrën e vet më të mirë që është e mundshme. Prandaj çka ka definuar pejgamberi imanin, bamirësinë në raport me Zotin, ka thonë me adhuru Allahun sikur me e pa. Pra ti me arrit një gradë të tillë të besimit, saqë je duke adhuru Allahun sikur me e pas. Sikur je duke e pa Allahun subhanahu wa taala. Kjo quhet bamirësia në adhurim. E bamirësia ndaj vetvetes çka është? Bamirësia ndaj vetvetes është me pastru shpirtin dhe me rujt prej dënimit të Zotit. Kjo është bamirësia më e madhe që mundesh me ia bë vetes. E ne tash e kemi temën bamirësia ndaj tjetrit në sjellje. Pra njeriu në gjithçka duhet mundohet të jetë më i miri. Gjithçka ta bëje në mënyrë më të mirë të mundshme, edhe imanin, edhe pastrimin e shpirtit, edhe mbrojtjen e ambientit dhe kafshëve, po edhe në sjellje me të tjerë. Dhe është diçka më shumë se sa drejtësia.
Bamirësia është më e madhe, gratë më e lartë se drejtësia. Dhe njerë, drejtësia kërkon që dikan me dënu, pse e ka bënë një gabim. Bamirësia është mja fal gabimin. Bamirësia është mja fal. E tash, në raport, Kurani na mëson, thotë Allahu në shumë vende në Kur'an, wa ahsinu, inna Allaha yuhibbul muhsinin. Bahuni të mirë, bamirës, sa Allahu i do ata të cilët janë bamirës. Kjo është urdhër kuranore, dhe shumë në Kur'an përmend se Allahu i do ata që janë bamirës. Pra, qëllimi është, edhe njerë po e potencoj, Allahu i do bamirësit, jo vetëm ata që merren me ndihma humanitare, por ata të cilët punët e tyre i krinë në mënyrë më të mirë. E tash në raport me njerëzit, ne duhet të jemi në sjelljen tonë me tjerët bamirës. Çfarë do të thonë kjo? Kjo do të thonë se njerëzit si zakonisht mundën me bë gabime ndaj teje. Bamirësi në këtë rast është me i te kalu gabimet. Mos me prit shansin e parë për mu hakmar ndaj dikujt. Po me va fal njerëzve. Dhe me lanë një gjurmë, se kjo është një sjellje aq e fuqishme, sa që njerëzit i robëron. Nëse dikush ta bën të keqe, ti ja kthen me të mirë, do me thonë ata e blokon, e robëron atë njerë. Edhe ti le një gjurmë të pashlyshme në jetën e atij personit, po mundesh me lënë edhe në jetën e njerëzve në përgjithësi nëse ai tregim transmetohet. Dash, shembulltira më e mirë për këtë për neve është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do të përmendim vetëm diçka nga e kaluara dhe nga koha bashkohore se si falja ndaj dikujt që ka bën një gabim ndaj teje, në më thonë, le ndikim shumë të thellë në zemrën e personit të cilit ja ki falë. Se njerëzit mundën me gabu, me ta thonë një fjala, një sjellja, mundën me gabu njerëzit. E kërkohet prej nesh që mos të tregohemi të ashpër, arrogant dhe hakmarës, por me va falë njerëzve. Qene? Ka shumë raste nga jeta e pejgamberit sa më është e mbushur me raste të këtilla. Ku të keqen e ka kthy me të mirë. Shumë ka hadithe, s'di çka të përmendim, ju thon të drejtën. Ka ardhur njëri për shembull te pejgamberi ka ardhur beduini, e ka kapur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe çat shumë ja ka shtrënguar ato rrobat, saqë ja ka bëni vi këtu, të kuqe. Se kon arrogant. Edhe ka kërkuar pejgamberi, ka thonë, "Jepëm prej asaj që të ka dhënë Allahu." Jo me edukat, me arrogancë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, "A e shef këto vend midis në këtë lugin që e kanë mbush dikotat, merri kretujet janë." Nuk i ka thonë, ka dalë vetë shpejt u bë. Pse po sillesh është? Edhe ai ka marrë atë dhe ka thonë, "Kret për mua janë po, kret." I ka marrë dhe ka shku, çat takimi i parë me pejgamberin sa. Edhe ka shku te populli vet, ka thonë, "O njerëz, besojeni se çeket që e ka bënë veç pejgamberi mundet me bë." Ai ishte një njerëz që sutut ke prej fukarallëkit. Ka një rast tjetër, është një sahabe Muawiya ibn Hakem. Muawiya ibn Hakem. Nuk është Hazreti Muawiya djali i Abu Sufjanit, një tjetër Muawiya, shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thot hina në namaz edhe njoni të shtiu. Më thonë teshi kështu. Edhe ki të konë namaz, ja ban, "Yerhamukallah." Namaz të konë. Edhe sahabët, në më thonë, e kanë shiku keq, edhe pse janë konë namaz. Edhe ki e vëren, edhe thotë, "Shka po më këshirni?" Namaz të konë. Thotë, "Pse më këshirni ashtu?" Sahabët janë nisin mi mshu kofshëve të tyre, dhe me mos folë, se namaz ban me folë. Edhe ki e ka marrë diqish shumë personale, ka thonë, këtë diqish me tërës, si kur me i bërtit, veç se s'kanë mujtë me i bërtit, se namaz janë konë. E thotë, mas je falem namazin, e pas që dojnë me mshujt ata, me mshukat, si me mhesht. Thotë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më thiri, më tha, "O Muawiya, ki namazi nuk lejohen të fjalët, bisedat me njerëzit. Por Allahu e ka bo për me bo tesbih, për me bo tekbir dhe për me lexu Kur'an." Thot, "Subhanallah, as nuk më bërtiti, as nuk më shajti, as nuk më tha, po t'ja jenë me mbeshejt u bon, a i prishe krejt dhe namazin." Thot, "Kur që nuk më tha? Edhe nuk kam pa, thot, mësus më të mirë se sa që ke." Një rast tjetër, për mësëm ka qenë duke nejtë me sahabët. Vjen një buduin, ka dish ta thoj për mësëm, bëj po hina gjëtë e dera dhe më një qosh, nis me e kri nevojën e vogël. Edhe sahabët, kur e shohin, bëjnë hujum një
numër i tyre ta nalin, ta qesin jashtë xhamisë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Lejeni ju vërtet sahabëve, ndaluni, mos janë ndërpritni faktikisht procesi. Pse se ati me shku ma ata e pikës pari ata dhe ta bëjsh në halë njerë nëse në. E le. Edhe masi që e krita erë të afru, e pa, do me thonë e pa se një numër i sahabëve bon hujum për me ndalu ata. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është rast shumë i njohur. Masi që e kritin e erë, tha të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i tha, shiko, këto janë shtëpitë e Allahut. Këtu adhurohet Allah. Këto nuk janë bë për me bë kësi gjana sikur se bën e ti. Edhe urdhënoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dikan për sahabëve me gjujt një kofë me ujë aty për me pastru venin. Edhe ai kur e pa sjelljen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i çoi dorë dhe tha: "Allahumma arhamni warham Muhammada wala tarham ma'ana ahada." O Zot, më mëshiro mu dhe Muhammedin dhe kërkan tjetër përpos neve dive. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "E pse ngushtove atë gjanën? E gjanë është rahmeti i Allahut, është shumë i gjanë." E kështu me radhë. Edhe raste të shumë ta ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu. Për çat sahabët çat shumë, ne dim shumë raste, ka pas armik, kanë shku ta vrasin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, janë kthyer sikurse dashamirët më të ndaj. Njëri prej sahabëve që e ka luftuar në kohë gjatë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot masi që e kanë pranuar Islamin, çat shumë e kanë respektuar kursin e kumshin si pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për çat më thon për shkruaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'e kisha përshkruajt kurrë. Edhe Bilali radiallahu anhu, Hazreti Bilali, s'ka mujt me qëndru mas dekës pejgamberit sa në xhami. S'ka mujt. Kur e ka nis me thirr ezanin i ka rat fikt. E për çat ka shku me jetun në Sham. Po këto nuk janë ëndra, nuk janë gjona që s'munën me ndodhë njerëzit normal. Unë do t'ju tregoj edhe një rast shumë interesant. Këto ditë rastësisht e kam lexuar me dietarin e madh të ummetit, me Rahmet Pas, i cili ka vdek para në me thonë një dekade e pak më tepër, Abdulaziz ibn Bazin, Allahu e mëshiroft. Muftia e Arabisë Saudite, ish muftia. Ky, në me thonë dietar me të vërtet, kush e ka lexuar dhe e ka nguar dhe se unë e njoh se kam lexuar shumë prej librave të këtij, kështu nuk e kam taku, po e kam pa, do me thonë prej larg, edhe me të vërtet këtë dunjaja, këtë bota islame ka respektuar. Njërë musliman hakikat, edhe dietar, po edhe hakikat, tamam sikur se ata musliman të gjeneratave të para. Se kësi shembuj ka raste prej sahabeve, ka raste prej, do me thonë, gjeneratave të para, po deri në kohën prezente ka raste, ka qenë duke fal namaz natën në shtëpinë e vet, se kur nuk e kalon. Përndryshe ka qenë i verbër Abdulaziz ibn Bazi. Sheikh Abdulaziz ibn Baz ka qenë i verbër. S'ka pa pi fëmijë kon, mirë po kon dietar i madh, që e kanë respektuar krejt dunjaja, krejt grupet. S'ka pas dunjani që ka fol keq për ta. Më thon përveç ato që ja kanë armik Islamin normal. Ka qenë duke fal namaz natë edhe e nini potere. Bam, bjet diçka. Edhe shpejt se ki ka hes normal në për shtëpinë e vet, shkon e thirr djalin, thotë nitani potere, thotë sikur me pas hindi kush. Edhe çohen gjemt e zon një pakistanes. Ka shumë pakistanes që punojnë atje në Arabinë Saudite, zakonisht ato punë më të vështira ata i bajnë. Edhe e zon, edhe e shohin sa është hajdut, hajnë. Edhe e binte që e thotë, o mbap, thotë ki pas ka hi me vjedh. Thotë zgjojeni kuzhinjerin më njerë. Thotë pse kuzhinjerin, shë ka lidhje kuzhinjeri me këtë hajdutin, ta thirrën atë një policë. Jo, po thotë nështë mos është i undë. Edhe i përgadit ushqim, edhe merë Sheikh ibn Bazi, e merë me bisedu. Këtë e të regojnë nxënësit e ti. Thotë, çka është puna me ti? Thotë, pse ti kështu? Pse vepron kështu? Thotë, une, thotë, e kam babën në spital. I kam ledh 5.000 rial, në me thonë, më duhen edhe 5.000 rial tjera se mi kërkon spitali atje për me e bë operacion babën tem. Edhe Sheikh ibn Bazi ka pas njerëzit e vetë në Pakistan. Më thotë, berë ma emnin këtë, vërtetohet edhe për një me baba e këti personin spital atje. Edhe rasti i vërtet, nësë ai mundet me të rejnë, sa me shpëtu. E ka vërtetu rasti. Pasi që e vërteton, në me thonë, ja pagun 10.000 rial. Jo vetëm 5.000 mja dhonë, ja pagun Sheikh ibn Bazi edhe ban nasihat. Mirë po ki qka ban bo talebe i Sheikh ibn Bazit.
talebe. Më thonë janë nisë me prezentuna për derset e tije. Non stop ka shkon Sheikh Ibn Bazi, se Sheikh Ibn Bazi është një xhami në Mekë atje. Në Mekë, te xhamia, do të thonë është fal te xhamia Sheikh Ibn Bazi dhe punson Sheikh Ibn Bazi në punë jep diçka këtu në magazin dikun ku ka mujt e ka punsuar dhe kimo, ka edhe ka punuar dhe ka prezantuar në derset, po i ka nejt non stop afër hoxhës. Sheikh Ibn Bazit, muftis. I ka nejt non stop. Edhe njerëz sa kanë vetë. Apo kush shoqë ki pakistanezi që non stop rrim me ti? Sheikh Ibn Bazi ju thoshte njerëzve, ki pa të ardhur me na vjedh, po ja vjedhëm në zemrën. Ai ka himi i vjedh, mirë po çfarë ndryshimi të jete e këtij bën. Ki bëhet për një njeri rëndom që si ka interesu shumë feja dersa ata. Ai duhet. Bëhet një prej talebeve të Sheikh Ibn Bazit. Mas vdekjes së Sheikh Ibn Bazit, thënë kur ka shku në xhaminë e tij, domethënë kur i ka pa, domethënë talebet e Sheikh Ibn Bazit, sa herë i ka rat fikt, edhe ka ndalu mos ka shku. S'ka mujt më me shku për shkak dashnisë të madhe që e ka pas, domethënë ndaj Sheikh Ibn Bazit. Pse kjo? Kështu janë konë edhe sahabët me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur e kanë kujtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kanë kajt. Për shkak gjurmës së thellë që pejgamberi e kalon te shpirtat e shokëve. Po çish e kalon këtë gjurmë? Duke e këthi të keqen me të mirë. Vallahi kjo, edhe Allahu thot në Kur'an, idfa billati hiya ahsan. Të keqen ktheje me më të mirën, dhe do ta shohës që atë me cilin ke pas armiqësi, do të bëhet një dashamir dhe një mik i fortë i ti. Ama kjo nuk mundet me emri si cëllë këtë. Këtë nuk mundet si cëllë me realizu. Është e vërtet, mira ma ata të cilat e synojnë, ata munën me emri këtë. Nuk është e pamundshme. Prandaj mos prit çdo herë, çdo fjalë, do të thonë me prit momentin për m'ia kthit dikuj me të keq, për me dënu. Njerëzit mundin me bë gabime të ndryshme. Njerëzit janë, se njeri është gabimtar, për çat duhet me kon zemërxhan. Nëse ne që kështu veprojmë, atëherë krijojmë një atmosferë pozitive në vendin ku jetojmë. Fillon që nga familja. Nëse gjithçka dënohet, nëse gjithçka është e rrep, nëse gjithçka është me arrogancë, nëse gjithçka është e ashpër, domethënë krijohet një atmosferë e rënduar, e keqe. Nëse tregojmë zemërgjerësi, nëse i te i kalojmë gabimet, normal duke dhënë këshilla, duke mësuar, se ne kemi nevojë mu përmirësu, atëherë krijojmë një atmosferë pozitive. Ashtu sikur se në familje mujna me ndërtu një atmosferë shumë pozitive edhe në shoqërinë tonë. Dhe kështu na mëson feja që ti ndërtojmë raportet tona me njëri tjetrin. Allahu na frymëzoft në këto mësime. Qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu. Innahu huwal ghafurur rahim.